Njerëz, mos bëni asnjë aplikim për bashkim familjar pa e parë këtë video. Home Office ka ndryshuar rregullat dhe refuzimi mund të vijë më lehtë se më parë. Më 11 nëntor të 2025-s, pra jo më larg se disa ditë më parë, Home Office ka futur në rregulloren e saj një shtojc të re. Më saktë ka bërë një rigrupim të part suitability. Kjo shtojc përmbante gjitha rregullat që mund të penalizojnë një aplikant për shkak të karakterit ose sjelljes së tij. Deri dje, në aplikimet për bashkim familjar, rregullat ishin veçmas në një shtojcë tjetër dhe ishin disi më tolerante, më të buta ndaj aplikantëve për disa sjellje, sidomos dënimet e vjetra apo shkeljet e lehta të vizës. Por çfarë ka ndryshuar tani? Këto aplikime nuk kanë më rregulla të veçanta për sa i takon karakterit, por futen në të njëjtin thes me vizat e studentit, vizat e punës e të tjerë. Kjo do të thotë se çdo gjë në historikun tuaj penal të emigracionit apo të sjelljeve tua të mëparshme do të gjykohen nga këto rregulla të ashpra, jo më rregullat e buta në një farë mënyre që kanë qenë më përpara. Home Office tani ka arsye më të forta ligjore për të refuzuar, edhe për gjëra që më përpara nuk konsideroheshin aq serioze. Kjo video do të pasohet nga dy pjesë të tjera. Në pjesën e dytë të videos do t'ju tregoj se cilat dënime, cilat shkelje të vizës ose cilat gabime të zakonshme do t'ju çojnë ju në një refuzim automatik të vizës për bashkim familjar. Mos e humbisni.